reforma në administratë publike nuk është veç para kushti bëjes, por është edhe nevojë për përmirësimin e jetës së qytetarëve në Kosovë dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të diskutojmë mbi të. Është vërtet që procesi i barsë administrative ka dalë si avancum, nashta më thonë për tretën herë në kuadër të raportit të progresit, mirë po edhe në kuadër të ofrimit shërbime kemi pjesën e digitalizimit e cila ka marrë një vëmendje së ofrimit të shërbimeve, e cila kryesohet në zyrën e kryeministit nga Digital Transformation Unit, njësia për transformim digital, në disa raste, në të shumtën e raste edhe me mbështetjen ose me bashkëpunimin e zyrës për planifikim strategjik. Ndër të tjera ka dhe procese të asaj që i quajmë na thjeshtësim organik që përmenden për të mirë, ndonse jo ndoshta në nivelin e avancuar, qysh janë racionalizimi i agjencive apo të tjera procese të cilat ka pas progres ose ka pas aktivitete të mira të cilat edhe zyra BE-s po edhe Komisioni Evropian i ka njohur. Sa i përket barrës administrative, është e vërtet, ka pas një progres caktuar, jemi bë bashk jo vetëm zyra jonë, por edhe me zyra të tjera dhe me partnerë zhvillimor, na bë bashk me shoqërinë civile, me udat e biznesit, me të gjithë që të shtyjmë përpara disa prej proceseve kryesore që ne kemi prioritizuar në kuadër të procesit. Kjo ka rezultuar me një, nëse më thonë shpërblim, që është njohja e punës edhe njohja e suksesit, njohja e rezultateve, njohja po ashtu statistikave që të cilat kanë pas bazë, të cilat i kanë ofruar si në raportet tona të cilat i publikojmë, po ashtu edhe në raportimet ose monitorimet ndërkombëtare që na bën, përfshirë këto dhe monitorimet që bën për vetë shoqërisë civile. Regarding to your question, what are the trends now in the utilization? What we see in the OECD about what the top countries in the world are doing. First, of course, one of the most important elements is they are moving to a single national portal, like in Kosovo you are doing with eKosovo. The idea is like the citizen find everything in a digital one-stop shop, doesn't need to go to a tax portal, social security portal, Ministry of Social Affairs portal, etc. Then, of course, we are seeing now in the top countries that the system of interoperability now is already covering 100% of institutions, not only at central level, but also at local level, and the same with electronic identification. Of course, this allows for services to be more user-friendly because they allow the once-only principle. Citizens do not have to be the postman of public administration anymore. I remember back in the early 90s in my home country in Spain, I remember myself going to a building, getting a certificate, then going to a different building of the public administration to hand this certificate to apply for a service. This is actually not anymore in the top countries. And then live event integration, we're seeing this trend. It still is not applied everywhere in the OECD yet, but most countries are now advancing on that. And of course, keeping the multi-channel approach. What I mean by multi-channel approach is the citizens and the businesses can seamlessly pass from digital channel to physical channel. What we see there is like all the information in the backend is the same, so citizens can start the procedure digitally, and if they have questions, they can go to an office and finish the procedure there, but all the intermediate steps they have done, they are already there. And then we are now seeing as a new trend, as a recent trend, artificial intelligence being used to identify administrative burdens and also to improve the service delivery to the citizens. Digitalizimi është një nga mjetet e zhvillimit të barsës administrative, mos harrojmë. Problemi i madh edhe që ka filluar të merr rrugë, besoj, është vetë barra administrative që nganjëherë keq kuptohet si në nivelin e zbatuesve, profesionistëve, pa marrësve të shërbimeve. Prandaj hapi i parë që duhet të mirët parasysh është a jemi të qartë ne vetë me barra administrative. Pse na dalin këta hapa, këto kërkesa ligjore, këto procedura kur kemi kontakt me institucionet publike. Prandaj diskutimi duhet të jetë pak më i madh, do më perspektiva nuk do të jetë veç e shoqërisë civile. Po është ky trekënd që mendoj që duhet
duhet të zgjerohet si diskutim shoqëri civile, perspektivat qytetare dhe si zbatues funditës. Unë nis për kësaj të fundit. Ka një keq kuptim në institucione se zbarra administrative dhe digitalizimi mund të reduktoj vende punës, që praktikisht është e sakt, po nuk do ta zëvendësoj njeriu kurrë asnjë modernizim, asnjë digitalizim i shërbimeve. Sfidë kryesore mbetet në fund ditës vetë legjislacioni, që niveli profesional deri diku e çon përpara, por kur vjen puna te ligjet, është pak problematike, sidomos kur kemi të bëjmë me ligjet e posaçme, ligjet e veçanta që numerikisht janë bëgje shumë. Mos harrojmë një fakt që kemi më mira aktin ligjore që vendosin këso lloj kërkesash, procedurash, formash që të plotësohen nga qytetarët. Në PDI 64% apo 138 qytetar kanë marrë këtë shërbim edhe më herët, pra nuk janë përdorues për herë të parë, dhe 36% të tyre janë përdorues të shërbimit për herë të parë. Në Prishtinë, pjesa dërmuese apo 88% janë përdorues të vazhdueshëm dhe 15% e tyre janë qytetarë që kanë marrë shërbimin për herë të parë. Në Mitrovic e vërim një trend të ngjashëm ku 89% nuk janë përdorues të rinj dhe 11% qytetarë janë përdorues të rinj të shërbimet publik. Sa i përket nivelit të administratës nga e cila u ofrua shërbime, në PDI shumica dërmuese qytetarëve apo 93% kanë marrë shërbim nga administrata qendrore, të cilat më vonë do t'i shpjegojmë edhe çfarë lloj shërbimi kanë marrë. Administrata lokale përfaqësohet me 7% dhe shërbimet e komunalive apo utilities janë pothuajse të papërfaqësuara vetëm në një rast. Në Prishtinë, Në Prishtinë, 47% e qytetarëve kanë marrë shërbimin nga administrata qendrore, 10% nga administrata lokale dhe një pjesë shumë e madhe kanë marrë shërbim nga sektori i komunalive, pra siç edhe Mitrovica. Në Mitrovic, pra 99% e shërbimeve janë kryer pranë komunalive, në këtë rast KRU Mitrovica, e cila është kategori që përmban edhe ujin, rrymën, mbeturinat dhe menaxhimin e kanalizimeve. Siç e ceka do të shpjegoj tash se cilat kategoritë të shërbimeve kanë qenë më të kërkuara. Në PDI 89% të kërkesave i përkasin kategorisë dokumenteve personale, dokumentet familjare me 3.23%, tatimet, tarifat dhe gjobat përbëjnë 1.38% të rasteve dhe komunalit 0.46% apo vetëm një rast. Kategoria tjetër përfaqësohet me vetëm 2 rasta. Në Prishtinë, 43.7% ose 62 kërkesa lidhen me dokumente personale, pothuajse një përqindje e barabartë, 43% apo 61 raste lidhen me shërbimet e komunalive. Në këtë rast, po ashtu është me KRU. Dokumentet familjare përbëjnë 6.3% të rasteve të anketuara, pensionet dhe shërbimet pronësore përfaqësohen me nga 1.4%. Ndërsa në Mitrovic, siç u cek tashmë, 99% të rasteve kanë të bëjnë me KRU Mitrovica apo me kryerjen e pagesave apo shërbimeve tjera në atë institucion. Sa i përket analizës vërtet, kënaqësia me aspektet e ofrimit të shërbimeve publike është motor në PDI në disa elemente të cilat qytetarët i kanë vlerësuar në një shkallë prej 1 deri në 4, ku 1 do të thotë shumë i kënaqur dhe 4 shumë i pakënaqur.
Lidhur me shpejtësinë e marrjes së shërbimet, përfshirë edhe atë digjitale dhe atë fizike, 70% e qytetarëve kanë vlerësuar me nivelin NE. Organizimi i punës vlerësohet ngjajshëm, 64% e qytetarëve kanë vendosur këtë në nivelin NE. Sjellja e stafit në kontakt të drejtë për drejtë vlerësohet po ashtu lart, me 64% të qytetarëve që kanë zgjedhur nivelin NE. Dhe sa i përket vendodhjes së ndërtesave të institucioneve, shpërndarja është më pak e larmishme, 29% e qytetarëve kanë zgjedhur nivelin NE apo kënaqësi maksimale, por në vlerësime tjera, në nivelin 2, 24% të qytetarëve e kanë vlerësuar si të kënaqur. Në Prishtinë, për shpejtësinë e shërbimit, 51% e qytetarëve vlerësojnë me nivelin NE, ndërsa 28% kanë zgjedhur nivelin 2. Organizimi i punës ka një profil të ngjajshëm, me 49% të qytetarëve që kanë zgjedhur nivelin NE dhe 29% nivelin 2. Sjellja e stafit në kontakt të drejtë për drejtë del si aspekt i vlerësuar pozitivisht me 62% të qytetarëve që i kanë zgjedhur nivelin NE. Ndërsa lehtësia e lokacionit të ndërtesave të institucioneve është vlerësuar më ulët me vetëm 15% të qytetarëve duke zgjedhur nivelin NE dhe një përqindje më e madhe e ka renditur atë në nivelin 3, pra 30%. Ndërsa në Mitrovic, për shpejtësinë e shërbimit, 53% të qytetarëve e kanë renditur në nivelin NE dhe 41% në nivelin 2. Një shpërndarje kjo që tregon kënaqësi të moderuar. Organizimi i punës rezulton të jetë i aspekt më i vlerësuar, pra 73% e qytetarëve kanë njohur nivelin NE dhe vetëm një përqindje shumë e vogël shkon në nivelet tjera 2, 3 dhe 4. Sjellja e stafit me 52% të qytetarëve që kanë zgjedhur nivelin NE dhe 42% në nivelin 2. Ndërsa lokacioni, si në rastet e tjera, është vlerësuar më pak i favorshëm me 21% të qytetarëve që kanë renditur këtë në nivelin NE dhe shumica tjetër bie në nivelin 2. Qytetarët janë pyetur po ashtu se sa mendojnë se është përmirësuar ofrimi i shërbimeve publike ndërkohë, ndër vite. Në Podujev ata kanë vlerësuar se shpejtësia e shërbimeve krahasuar me të kaluarën është rregulluar për 58% të cilët kanë zgjedhur nivelin 3 dhe 22 nivelin 4. Në këtë rast, niveli NE do të thotë shumë i pakënaqur dhe 4 shumë i kënaqur, pra është ndryshe nga e kaluara. Për thjeshtëzimin e procedurave vlejmë një shpërndarje të ngjajshme, 64% që kanë zgjedhur nivelin 3 dhe 16 nivelin 4.